Megjithase ditët e fundit është diskutuar për ndikimin që protestat mund të kenë në sektorin e turizmit e raportimet për anullim rezervimesh, ekspertët e fushës japin një panoramë tjetër. Në një intervistë personale në televizion, eksperti Denis Dema deri më tani nuk evidenton një val anullimesh që liget me situatën e protestave në vend, madje sipas tij, disa agjenci turistike po i përfshin protestat si pjesë të eksperiencave për vizitorët e huaj, duke i parë si një formë kurioziteti apo atraksion urban. Shiko, nuk mendoj që protestat kanë ndikuar tek pjesa e rezervimeve. Protesta ka gjithandej në botë sot po të shkosh, nëse nesër shkon në Rom, shkon në Milano, shkon në Barcelonë, shkon në Madrid, shkon në çdo vend të botës po të shkosh, ke protesta gjithandej. Po kjo nuk do të thotë që turistët nuk shkojnë ato vende, e anullojnë se vetëm sepse ka protesta. Në Shqipëri kanë nisur protesta dhe sidomos ditë e para normalisht që turistët e huaj mund të kenë qenë të shqetësuar kur kanë parë lajmet nëpër media, sepse ka media, le të themi, ndërkombëtare që japin edhe segmente nga protestat e tjera të mëparshme ku shfaqet dhunë, por përgjithsisht nuk ka pasur probleme me pjesën e rezervimeve. Ka disa agjenci që promovojnë dhe turizmin e protestës, kështu që i çojnë turistët në protestë. Edhe ka edhe protesta vetë ka fituar një vëmendje ndërkombëtare dhe është bërë mjaft e këndshme edhe për turistët e huaj. Eksperti thekson se Shqipëria vijon të konsiderohet një vend i sigurt për pushime, e se protestat janë të fokusuar ndaj stacioneve qeveritare, pa krijuar shqetësime për turistët. Ai në vizon gjithashtu se zona turistike të jugut, ku përqendrohet një pjesë e madhe e sezonit veror, nuk kanë prekur nga protesta. Aktiviteti turistik po vijon normalisht. Realiteti është krejt ndryshe. Protestat mund të jenë dhimbje koke për, le të themi, për qeverinë, duke qenë se atyre i adresohen, por për turistët nuk ndikon as pak kjo, sepse gjithsesi turistët nuk është se vinë bëjnë pushime tek kryeministria. Shkojnë në jug të Shqipërisë. Në jug Shqipërisë, nëse hap lajmet, nuk ke protesta. Kështu që nuk ka asnjë lloj problematike, nuk ka asnjë lloj, le të themi, kaosi ose le të themi për ta bërë problematike gjendjen. Rezervimet vazhdojnë, të huajt do vazhdojnë të vinë, sepse shohin që nuk ka asnjë problematike. Në kulmin e sezonit veror, operatorët e turizmit mbeten optimistë se fluksi i vizitorëve nuk do të ndikohet e se Shqipëria do të vijojë të mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara në rajon.